do thoni ku ndodhem. Normalisht jam tek stenda e Sara Jordenit. Hello, sot është dita e dytë që erdha të vizitoj ato që nuk vizitova mbrëm. Dhe duket që këtu është stenda e Sarës. Për te që Sara aty, nuk e di. Bravo baby, I'm so happy for you. Këtu janë gjithë produktet e reja që kanë nxjerrë, parfumet që unë duhet t'i mbaj erë faktikisht, dhe më duket këtu gatiat kutia parfumit, më duket kishte nxjerrë dhe scrub, kishte nxjerrë goxha produkte të reja. Kjo këtu është fantastike, unë e kam përdorur, e përdor faktikisht, edhe shamp, jo, ky. Dhe body cream, I love them. Por erdha të testoj parfumet faktikisht. Dua të testoj atë me të ndafil dhe këtë rule breaker. Unë sigurisht erdha dhe mora dhe një parfum tjetër, sepse nuk rezistoja, mora second skin. Protect the skin, dhe por i gjeni të gjitha këtu. Shik ku erdha sërish edhe këtë vit tek Enisa Kadri. Like, hey, kanë nxjerrë dhe produkte të reja me sa më tham, është SPF-ja për fytyrë, high protection sunscreen dhe tanning oil spray, pra që është për nxirje, kjo duhet të jetë për trup, ky duhet të jetë për fytyrë. Këtë këtu, që është biomagnetic lifting, se kam provuar t'ju thënë vërtetën, nuk e di, por di t'ju them që ky ishte super kremi që në të vërtet unë e mora vjetë dhe kam ngelur shumë i kënaqur. Hidratus, mos e paketimi është dashuri më vete, por është një super hidratus, është thick dhe ta lë lëkurën super të hidratuar, por jo të lagur, pra nuk të la të lagështirën në fytyrë, që të duket. Lëkura vazhdon është tepër healthy dhe me një super shkëlqim. Ju do thoni ku ndodhem. Normalisht jam tek stenda e Sara Jordenit. Hello, sot është dita e dytë që erdha të vizitoj ato që nuk vizitova mbrëm. Dhe duket që këtu është stenda e Sarës. Për te që Sara aty, nuk e di. Bravo baby, I'm so happy for you. Këtu janë gjithë produktet e reja që kanë nxjerrë, parfumet që unë duhet t'i mbaj erë faktikisht, dhe më duket këtu gatiat kutia parfumit, më duket kishte nxjerrë dhe scrub, kishte nxjerrë goxha produkte të reja. Kjo këtu është fantastike, unë e kam përdorur, e përdor faktikisht, edhe shamp, jo, ky. Dhe body cream, I love them. Por erdha të testoj parfumet faktikisht. Dua të testoj atë me të ndafil dhe këtë rule breaker.